Komisioni Posaçëm Parlamentar për Reformën Administrativo-Territoriale ka zhvilluar dëgjesën radhës me qytetarët në qytetin e Vlorës, ku po trajtohen çështjet kyçe që lidhen me reformën dhe funksionimin e pushtetit vendor. Gjatë fjalës së tij, bashkëkryetari i Komisionit për Reformën Territoriale Arbian Mazniku ka deklaruar se kjo reformë do të impaktojë në mënyrën se si Shqipëria do të zhvillohet në 30-40 vitet e ardhshme. Mazniku u shpreh se i ndan një vit nga zgjedhjet vendore dhe mund të bëhet një reformë territoriale para tyre, që bashkitë të futen me një sistem të ri, me kompetenca të reja dhe mundësi të reja financiare, ku sipas tij do të jetë një përgatitje edhe për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Nëse mendojmë në këtë strukturë, besoj se mund të ecim në rrugë mbar për të bërë një reformë e cila të impaktojë jo thjesht 2 vjetet e ardhshme, jo thjesht 4 vjeçarin e ardhshëm, por të impaktojë mënyrën se si Shqipëria zhvillohet në 20, 30 apo 40 vjet e ardhshme. Ne jemi dhe një pikë kyçe, është e rëndësishme ta bëjmë këtë diskutim dhe të jemi shumë transparent me njëri tjetrin për këtë situatë. Sot që flasim, jemi pothuajse 1 vit larg zgjedhjeve të radhës vendore. Dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm, pasi ne kemi mundësi të bëjmë bashkarisht një reformë administrative territoriale përpara zgjedhjeve 2017-s, dhe në atë moment zgjedhjet 2017-s bashkitë futen në këtë para 2027-s, keni drejt, me një sistem të ri, me kompetenca të reja, me mënyra të reja, me mundësi të reja financiare, dhe ta përdorin hapësirën 2027-2030 si një moment përgatitje dhe nga ana e pushtetit vendor për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në vitin 2027 ne mbyllim negociatat me Bashkimin Evropian. Sot Parlamenti Evropian ka nxjerrë një rezolutë në të cilën thotë që është një objektiv i arritshëm mbyllja e negociatave në 2027. Ndërkohë, bashkëkryetari i reformës territoriale për PD-n, Luciano Boçi, u shpreh se komisioni i kësaj reforme është me rëndësi të ketë një konkludim konsensual. Ai tha se dëgjesat publike janë të domosdoshme për shkak se reformat sjellin pasoja të drejtpërdrejta në jetën e qytetarit. Ndër të tjera, Boçi shtoi se Vlora është rasti tipik i dështimit të reformës së vitit 2014, dhe këtë e thot një raport i Bankës Botërore të vitit 2024, ndërsa shtoi se ajo reformë ishte vetëm për të shërbyer pushtetit dhe jo qytetarëve. Na ka sjell shqetësimi qytetar. Nuk na ka sjell e mira që solli 2014 dhe këtë të mirën me hipokrizi hajde ta bëjmë shumë të mirë, se na kanë dalë ca defekte të vogla, jo. Sepse përndryshe kjo reformë do ishte e kërkuar nga kryetarët e bashkive. Nuk e kanë bërë një gjë të tillë. Do kërkonin më shumë funksione, më shumë kompetenca. Jo, nuk e kanë bërë, fakt. Sepse dhe ato i kanë duar dhe lidhura, kanë shumë ndërhyrje nga pushteti qendror, por dihet mënyra e menaxhimit politik në Shqipëri, gjithmonë ndikon dhe në artikulimet dhe qëndrimet politike, dhe këtu nuk na ka sjell as kërkesa Bashkimit Evropian, po Shqipëria aspiron të bëhet pjesë Bashkimit Evropian. Është një rrugtim ku kontributi nuk është i një force politike, ajo që ngre kupën, jo. Është i gjithë forcave politike që nga 90-ta në Shqipëri dhe i gjithë qytetarëve shqiptar. Dhe tek ata vërtet ka një shqetësim për demokracinë vendore, për autonominë e pushtetit vendor në Shqipëri, për shërbimet, për përfaqësimin, dhe nuk kanë vendosur kushte që patjetër duhet realizohet një model i caktuar me qëllim që nëpërmjet këtij modeli të arrihet edhe marrja e fondeve, nga fondet e kohezionit apo strukturore. Kjo është dëgjesa e 4 në turin kombëtar për këtë reformën, e cila fokusohet në 3 shtylla kryesore: territori dhe qeverisja, funksionet dhe shërbimet publike, si dhe financat vendore.